Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku jemi së bashku për të komentuar situatat dhe ngjarjet në fakt që po ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Banori i cili u eliminua sonte ishte Shkëlzeni. E papritshme, për mua shumë e papritshme, sepse Shkëlzeni të paktën nuk ka përdorur gjuhën që ka përdor Viserlo, nuk ka përdor kulturën që ka përdor Viserlo dhe besoj që këto njerëzit të cilët janë shumë të edukuar largohen nga shtëpia. Ndoshta Viserlo nuk doli sepse do ta merrte si tip bumerangu që produksioni ja bëri këtë daljen, por besoj që nuk ka qenë Viserlo banori më i votuar për të dalë nga shtëpia. Unë nuk dua ta besoj që produksioni bën gjëra të këtilla, mendoj që Viserlo kishte shumë për të dhënë ky Shkëlzeni kishte shumë për të dhënë brenda në shtëpi, por gjithsesi unë ju uroj të ketë një sukses të bukur jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Ka qenë një djalë i mrekullueshëm, ka treguar një kulturë shumë të mirë dhe krijoi shumë fansa.